Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë kena Elvisin mrapa kamerave. Sot do të flasim për një temë shumë delikate që është depresioni. Depresioni është ajo heshtja që vret për mrena. Është si një shi i fshet që rjall në lëkur dhe shkatron çdo pikë e saj, shkatron pak ka pak. Njerëzit në ditë të sotme që jetojnë në depresion, shpesh herë janë ato herojt e heshtën. Ka shumë njerëz në botë, por na dona me fol pak më shumë për shqiptarët në lidhje me këtë temë, sepse për ne shqiptarët kjo temë është pak tabu. Mos e vërtet, në fakt e thash bukur, depresioni ka njerëzit në fakt që janë me depresion, jo se jena doktora mjek për me dhanë receta në mënyrë absolute thjesht prej eksperiencave tona personale, ose prej vetit, ose prej njerëzve që kena pas ose në jetën tonë. Depresioni, kisha thënë nga njëherë njerëzit që janë me depresion, nuk kanë qef për mi shëru, se me thano sa keq po m'vjen. Ndoshta nga njerë kanë vetëm qef për mi kuptu se që po kalojnë, sepse është priman është ajo të vret edhe nuk din për me shpjegu. I thu, mendna mirë, mendna pozitivisht, por me të vërtet në qoftë se nuk e ke provu, Mark, unë tham prej vetit, kam pas depresion, kam bujt prej depresionit, edhe është ajo që nuk është turp në fakt me thanë, se e tha bukur Joana që është tabu, sepse na në fakt e kena përmarrë në shqiptarët me thanë që kena depresion, ose dhe më thanë prej fazave të ndryshme të jetës që i kalon, njëri ka depresion për arsye të ndryshme, edhe nuk është turp, nuk duhet me të ardhë marrë pse je me depresion. Ky është mendimi jem personal. Por më ndersa me fillu herë, nuk e di pse jo dyja jeni të ul zonin, po më dukeni si me kanë depresion që dyja. Të pas dy afër, s'ka depresion që na kapni. Jena krejt mirë. Si e tha Joana, shumë temë delikate, por bo me fol në gjuhën popullore, po hi mjekësis ose po hi me fol me shkencë, sepse na nuk i përkasim ose shkencë ose mjekësis. Thjesht flasim për eksperiencave tona. Por depresioni ka ekzistu gjithmonë të shqiptarët, po ka qenë si një smundje e fshehun. Dhe më thanë, edhe doktorat për para ose njerëzit nuk e kanë qyrë si smundje. Kanë thënë, hama se është i mërzitën, hama se të pej kalen, hama se ka dhimë kretë, hama se a mërzit për një diqa. Vonë, edhe në Shqipnitesh, edhe në shqiptarët, kanë hinë studime dhe mjekësia e njeh si smunje. Dhe është shumë smunje rrezikshme, sepse njerëzit që janë në depresion, është shumë e vështirë një njoftë, sepse ata qeshin, janë krejt normal, flasin normal, duken se janë gëzushëm, por në vetë, kur ato janë vetëm, ajo është i gryn për mrena. Avash për mrena, deri që në shumë raste kena pas edhe raste në shqiptarizëm që kanë shkuar fatal. Kur ky depresion ka arrit ekstremin dhe njerëzit kanë kaluar në ekstreme, kanë marrë edhe jetën e tyre, pra sidomos edhe në moshët e reja kjo është një fatkeqësi e madhe. Dhe mendoj që Allah shqiptarët nuk e shohin këtë si një problem, jo vetëm si problem menor, edhe i qeshim ndoshta. por nuk e shohin si problem menor, po e shohin më tepër si një problem kalimtar, dhe kur fatkeqësisht ndodh një tragjedi në familje ose në shoqërinë tonë që e njohim, atëherë na e kuptojmë se sa e rëndësishme është që të merret mjekësia, të ketë investime për këtë gjë dhe që të ndalohet ose të minimizohet në pikën më të ulët të mundshme. Atë disha me thonë në fakt se në shqiptarët e kena marrë pak si përtallje. Ja përtallje më tallë shumë, por domethënë
Në vlerësim, në vlerësim. Se tamam që thuti Manjol, je përtallje, po është puna se na kena thënë kur dikush ken depresion, se ja kena kuptu kuptimin e fjalës si duhet, kena thënë është i marr, ka dalmeç, ose diçka. Për njët njerëzit i kanë marrë gjanat për mrena dhe ka kena ja lufta që njerëzit kanë bë me vedin, mos i thon kuj. Puna është se kur kuptohet se dikush është të kalu diçka, prap është gjysa e keqes. Problemi është kur shpesh herë njerëzit nuk dojnë me e pranu që janë të kalu një gjatë tillë, edhe nuk dojnë as më ndihmu vedin. Se në rallë parë, po ajo depresionin, do të thonë nuk mundën për me ndihmu vedin sepse e kuptoj, por ajo mungesa për mendimin tim nuk çdo gjë nuk brenda ditës as brenda natës. Është gradualisht. Na jetojmë sot në 2026, na jetojmë një botë që bota ka avancu shumë me shumë gjana, shkoj njerëzit në për doktora. Puna është njeriu duhet me gjetë forcën brenda vedit që me diftu kur shkon te doktori se si nihesh. Por mos harrojmë domethënë që është ajo që kur je në depresion, po më shkum i thon doktorit japin hap. Na po me marr hap depresioni thonë apo si na të marr. Domethënë duhet më ndryshu pak ajo mendimi sepse është mentaliteti jon për na drejtim. Nëse shkon te doktori dhe ke tensionin e lartë, ai ka dhënë një diçka për me të kontrolluar tensionin. Po. Edhe kjo është pjesë që duhet njeriu me shku te vendet përkatëse që me kërku ndihmë edhe me pranu ndihmën. Unë mund të them personalisht kam pjesë në disa vende që nuk kanë pranu për me marrë hapa, sepse ose jam i marrë. Nuk je i marrë, është mos e vërtet. Pse je depresionum, nuk është se je i marrë. Është thjesht domethënë, nga një herë të duhet një ndihmë shtyse për me, në qoftë se rekomandohet, unë s'po them domethënë shko merre për çejf, se s'ke ç'a bën. Por në qoftë se rekomandohet, ose terapina, prap thash, kur vjen puna për mjekimet mendore, që janë si smundja e zemrës, si mëlçia, mushkënia, si të organet e trunit. Por në moment që tojnë është për trunin, është marrë. Ja, unë mendoj që është shumë e drejta që thotë edhe Manjola e Gjoana që njeriu duhet me mbështet mjekësi, sidomos në këtë rast, sepse mjekësia ka evolu shumë edhe ndihmon në depresion, ka hapa ilaçe edhe kurime. Terapina por unë mendoj tjetër që një në gjanat kryesore që çojnë njërin në depresion dhe një në gjanat kryesore që munden me ndihmu me nxjerr njërin prej depresionit është ambienti ku ai person jeton, është familja, është shoqënia, sepse në qoftë se një njeri jeton në një familje toksike, në një familje me shamata, me probleme, ku baba ndoshta është pianec, abuziv, ose nana ka probleme tjera, ose ndoshta janë raste që janë në shkollë, bullizohen fëmija në shkollë, i abuzojnë nëpër shkolla, dhe fëmija të kenë një moshë adoleshente për shembull, mbledhet në vetvete, ka frikë mi thon nanës, ka frikë mi thon babs. Atëherë këto fëmijë kalojnë në depresion të mendshëm dhe nuk e kupton deri që arrin në një pikë ekstreme. Prandaj tham që ka herë kur njeriu i shef se këto fëmijë, njeriu duhet me njoh fëmijën e vet, ndryshimin që bën fëmia vet. Po ajo nuk vjen për një ditë. Kena pas shumë raste që i dina në Shqipëri, sidomos kanë vrarë fëmia 14 vjeç, 15 vjeç, kanë vrarë vetin. Kjo është një komun që duhet me zgju çdo njeri, sepse si no dikuj me në nesër për të zot rrezikun, a kupton? Por prandaj që them që mjekësia është e domosdoshme, sepse ndihmon, por në njëjtën kohë kur njeriu është shef se një person i familjes ose një shok e një shoqe është në depresion, duhet më mundu që mi pru aktivitet. Mi pru energji pozitive atij personit, me marrë me të mirë, me majtë sa më të kënaqur, sepse është vetëm mënyrë që ai person të bajnë një frenim depresionit që ka, sepse depresioni nuk nalet. No. Po problemi është se aja është e vërtet që duhet për me ndihmu, por problemi është se depresioni është aja lufta që njëri ban mrena veti që nuk shifet. Për atë nollin edhe këta gjana tjera, sepse shpeshherë nëse paranohet se shifen shenjat ose diçka, dhe ka pas edhe shumë njerëz që ndoshta familjet e kanë ditë i kanë pas shenjat e gjithçka, por nuk asnjë njeri nuk beson që dikush ka me arrit në atë pikë që ndoshta me marrë edhe jetën e vet.
Edhe tjetra gjë është për ne shqiptarët se na kena si për gjithçka tjetër, thojmë ka me kalu vetë. Kur gjë nuk kalon vetë. Nuk ka është marrë me kërkunim, nuk ka është marrë me nda me dikën. Edhe gjoja ma vogël që mundena me bët pakten me thonë jam këtu për ty. Me fol. Shkencërisht këta individa nuk kërkojnë ndihmë. Kjo është problemi. Këta individa thonë nuk as ata nuk e kuptojnë se janë depresion. Ata mendojnë që jam nortë i mërzita, kam shqetësim, nuk e kuptojnë. Po njeriu që është normal, domethënë familja është kryesorja, ato që duhet ta kuptojnë njeriun e vet, ndryshimin e fëmijës apo personit familjar. Dhe ata duhet mundu, sidomos me fëmijë, kur janë fëmijë, se fëmija është ai që nuk din me marrë një vendim për vete, duhet për fëmijën sidomos me marrë një hap të rëndësishëm, me çutin mjeku të doktorit, të terapisti, sepse jeta e fëmijës është shumë më e vlefshme se çdo gjë tjetër, por mendoj që na si shqiptar duhet mu eduku me këtë gjë, që mos ta shohim si tabu, mos ta shohim si turpësimare, sepse smundja është smundjet menore janë të ndryshme, por depresioni është ai që shkatron më shumë njerëzit. Po pra, ajo është problemi, sepse ki pas e din shumë mirë, janë aktorët të mëdhej të Hollywoodit, disa bele i di, për 1-2-3 po i herë, që kanë myt vedin, se kanë depresion të fort, aktora fantastik, kanë bele kanë bë me qesh, dhe më thonë që si kanë nështë mungua si sëm, por ata që ai personi që është në depresion, nuk është se ka të shkruar në boll. Edhe, dhe më thonë, ai reagon nështë në ftyrë, ashtu qesh sot jam të qeshe të fol, por që ka për mrena është pak shtirë për me ja pa. Ose nështë, edhe ky person të thotë, dhe më thonë, që jam në depresion, edhe e marrim, dhe më thonë, hama se ta po të kalan. Ka i herë e kena fajnë, edhe na kur i ndhim njerëzit që na ankohen që janë depresion, edhe i nënvesojmë, sepse ata nështë ta thotë në gradat e para, kur e kupton që është në depresion. Po, kur është shumë thellë, mandena s'ka ma fuqia për me e kuptu se sa ka hi në rrugën e depresionit. Problemi është në dyja kratë. Mandena është aja tjetra që edhe mendon që, pa mi thonë që jam depresion dikujt, thonë që je i marë. Dhe më thonë, është gjykimi, po është gjykimi në të dy anë, gjykimi personal, sepse tu s'po janë kujt, gjykimi se edhe në qoftë se janë dikujt nuk të beson, ose ta merr për lojë, ose thot hajt më varet se tani çdo jena depresionum, puna parë që thonë. Edhe ndoshta por jo të tan e kanë në atë pikë, mandena kur noll gjaja është shumë vonë për me thonë si s'ja bu me veshin. Kështu që kisha thënë duhet një ndërhyrje në të dyja anët, edhe një fjalë mirë ose një gjë, domethënë thjesht një kuptim i jep më shumë vlerë se sa më thon s'ka gjë që i depresionum, ka herë duhet thjesht për me nigju se çai ka çuna depresion. Nuk është ajo domethënë fjala që s'ka gjë apo të kalon. Ato njerëz ka nevojë mu nigju, thjesht mi kuptu se ç'po kalojnë. Aja është nështë shkura më e mirë që mund është milon një personit që është në depresion. Puna është si për ne shqiptarët në përgjithësi, kur dona për me kjo hall me një njeri, se s'po thamë ju anku, po me kjo hall me një njeri, gabimi jon gjithmonë është se sa fillon ai personi me kjo hall me ne, na fillojmë me shpalosa të hallet tona. Sepse mendojmë të diftu hallet tona, po ja hekum aty. Por nuk, domethënë nuk por ajo ka herë është e dëmshme sepse ndoshta ai s'mundet me mojt vetet, e shpros edhe ty tujat, domethënë e ke kalu një grad më thellë. Puna është se bëhena shumë vetjak, sepse të dasht për me, në vend që për me negju, na mundohna për me bë gjithmonë rolin e viktimës për veti, që është e vërtet, sepse viktima është njeriu që ka lënë gjana të tilla, sepse asnjë njeri nuk i ka lënë për qefit, se nuk vijnë për qefit këta gjana. Por që vjen mu ma keq është sot për fëmijët, për këtë brezin e ri, se jetojmë kohën e teknologjisë që fëmija në ndryshe i kuptojmë na gjanat, në ndryshe i kuptojnë ky brez, sepse na jena pjesë të dy botëve. Na e dina si ka kënë bota dikur, edhe se si është sot.
kurse fëmia sot për shembull kur kena në shkollë, nëse ki pas një problem në shkollë, kur ke ardhur në shtëpi, ka marrë e problem deri sa të shkosh nesërmen. Sot nuk marrën kurrë, sot fillojnë bullizohen nëpër telefona, nëpër këto platformat e ndryshme, në fakt për edhe mbyllen atë vetminë e vet, edhe vinë në shtëpi, prind, jo veç në Amerikë, se thojnë Amerika është jena shumë zanën. Në Amerikë je zanën njërë sa danë. Po ke kohë sa dush nëse danë me pas kohë. Por në çdo vend botë sot prind janë shumë më zanën se kanë kënë dikur. Na kena menu dikur kanë kënë zanën, po dikur me pas kënë zanën, ta ka pa fëmin ku i shia, ka kënë një tjetër, ka kënë një të thjesht, kurse sot vjen në shtëpi fëmia, ti nuk e shef fëmin të ditën, nuk shpenzon atë shumë kohë, edhe ti nuk mundesh me e ditë se çfarë do kalu fëmia jat. Sepse si gjithmonë prindi është i fundit që e marr vesh për fëmin, për gjithçka. E ky është ai brezi, jo se nuk normal që na vjen keq për çdo njeri, por sidomos për këtë rinin që nuk din se si me vepru, sepse janë të urrit në shekullin e depresionit. Aja është e vërtet Jo, bullizimi dhe më thonë, sidomos në përshkolla është shumë i trisht, dhe ka i herë është mos e vërtet sepse aq më tepër në botën e sotme që jashtë prind duhen me punu, si me thonë, 2 fishin për milon, se dona gjithmonë ata qyqartë punojnë dopjo për një jetë më të mirë të fëmijëve tyne, por në një mënyrë dhe më thonë, ndoshta disa i lëndojmë me kuptimin që nuk i japim kohën e duhur që këta fëmijë meritojnë, por gjithmonë në fakt kur kam punu në shkollë edhe më vishin fëmijë, i thosha gjithmonë që ai që shon vetin, ka një shprehje në Shqipni. Edhe për i mend që dalin ndihmuse, dhe më thonë, gjatë jetës, ja po më ka shak shumë, më ka shak ashtu. Edhe pse është shumë e vjetër, edhe ndoshta pse është qesharake, po mi thonë fëmijë, më thonë, nan ose bab, kushdo që të shojnë, ai që shon vetin, e krijon pak atë mentalitetin që mas mi marr ata fjalë shumë thellë për zemër, sepse kur i merr për zemër mandajna normalisht që më shumë të vrasin. O nëse e merr dhe më thon, dhe më thon, ai që shon vetin, jetu shoh vetin, ja kthen prap atë fuqinë e fjalës, se fjala është edhe ajo fjala tjetër që po fjala vret më shumë se plumi. Por nëse i ndihmojmë dhe i përdorim pak, kanë ditë që kanë thënë ata djetrit, s'kan kënë doktora, por kanë pas doktoratën e jetës, edhe ndoshta doktorata e jetës është pak më e fortë se një diplomë në shkollë, edhe fjalët e ty në zanë vend në çdo vit, në çdo shekull, në çdo kohë. Ndërsa më thanë që kjo është një diçka që çdo media, çdo podcast, çdo mësues në shkollë duhet me fol për këtë gjë. Po. Dhe sa më shumë që të flasim për këtë gjë, aq më normale bëhet. Do të thonë, sa më shumë që të krijohet dhe të flitet për këtë fenomen, e kanë më të kollajt fëmija të hapen me prindin, me mësuesin, me shokun dhe me shoqen, edhe të diftojnë për shembull momentet e tyre të vështira që kalojnë. Po kur nuk flitet për këtë gjë, është shumë e vështirë për rinin, sidomos për moshat adoleshente, është shumë e vështirë që ata të hapin gojen dhe të ankojnë dikon për problemin që kanë. Pra, sa më shumë që të flitet, mendoj se bëhet më normale. Bëhet fenomen normal që ndoshta mundesh me përshu një jetë, se me përshu një jetë është sikur me përshu të në botën. Diskutohet. Sidomos do të thonë jeta asaj familje, atij personit vlen normalisht se sot botë. Thash parë që depresioni ka të bëjnë shumë edhe me rrethin familjar ku jeton ose me shkollën. Por harrova me thonë se ka të bëjnë edhe me punën. Patjetër. Me kjo punën. Po. Se ka herë për shembull. Zorre. Tani se për pak gati e hangme. Kishim këtë të morë me Ka herë varet se me kjo punën. Edhe mund të kaluar në depresion, edhe njerëzit nuk e shohin, se shkojnë të qesh, shumë e vërtet. Nuk dihet se çanon përmendon. Qysh se kanë filluar me marrë se zakonisht ata njerëzit që buzëqeshin më shumë, ata njerëzit që duken më qetë, më të gëzuar,
Janë ata që janë depresion më të fortë. Depresionin edhe fshehin gjithçka përbrenda, ata janë I thot njëri është më shokut, rrezikshme ajo gjë. I thot njëri shokut, thot, "Nigja, thot, kam lënë alkoolin, kam lënë edhe dohanin." Thot, "Po shumë mirë pas e bën, thot, janë të rrezikshëm, thot. Po gruan se kam lënë." Thot, "Po se le gruan?" Po bëj diçka e dytë me dek ma boru, thot. Vogël kjo. Në gjë. Jo, Se sa diktohesh duke me diktu Bersoleti më? Jo. Surprizë? Jo. do të vetëm saper me ndryshu pak ambientin. Jo, por premën që është një fenomen botënor që flitet shumë këtu në Amerikë për depresionin. Me të thënë në Amerikë ka disa kushte shumë të mira dhe klinika shumë mira për njerëzit për depresion. Ka terapista shumë mirë, pavarësisht se këtu ka vetvrasje nga depresioni, është një numër shumë i madh. Në Amerikë jetojnë 320 milion banor, prandaj njihen kaq shumë gjëra që ndodhin, por unë them që në shoqërinë shqiptare të pas parasysh se jena vetëm 3 milion banor në Shqipëri, 2-3 milion në këtej në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni që ka shqiptar 1 milion. Mendoj që duhet tanë të bajnë atë pjesën e vetë, në familjen e vetë, në shoqërinë e vetë, në për shkolla, këtë që janë, sepse ndryshe ky fenomen do mesin As diskutohet. i s'më thani fjetën. Në gjë, shumë i rrezikshëm. unë për veti nuk e di, se s'kam informacione për në Shqipëri, por këtu e ka një gjatë mirë, si edhe shkolla fillore ka psikologe. Janë 2 domethënë që i marrin se thash, na prap në Shqipëri nuk e di për tesh, se s'kam asnjë dhënë për tesh, por me të thënë një fëmijë që jam i depresionum, kena thënë, i depresionum po ç'a halli shketi. Po. To hangër e to pit fales po të monga na si sën dhe fillojmë në me atë me muhabetet tona. Por nuk është thjesht se që atë është ata anësore që thome, nuk janë të mbledhur nëse po pagun faturat e. Por nëse një shamat, shef një shamat, shef një abuzim, shef domethënë kanë kënë njerëzit në për luftë, fëmijë që kanë kënë në për luftë të Kosovës atje e këtu, ata nuk janë gjëra që duhet mi kalu një fëmijë. Edhe janë arsyet anësore që çojnë në depresion. Por për me marrë një pushim publicitar, Mark, në lezën ai poezia në gjë, mos rekot. Pra se përna ashtu desh edhe ne na vane Zuna habiçe Mark. Ja, të përmend. Me qesh. Jo më bëj me qesh. Ju të hip tensionin diçën. Donë sa vetë që varet me ke punën, thamë për ta bëjmë mirë në gjë me qesh me ndryshu pak ambientin se bëna bëhet. Po me marak për Markon. Ju kam thënë herë që nuk di shumë poezinë përmendsh. Po mirë më një asë. Ata 2, 3, 4 sa i di, i kam për Shkodër, por kam disa poezi të gjithanshme që i kam i pru herë mas herët, me i lezu. Jo se ka ne vlerë të madhe, po me që i kam baun, kam edhe mundësim pëse mas me i... Në gjë, me thonë drejten, kishte thonë njeni nuk lexon një prej komenteve, kishte thonë që nuk lexon kush poezi sot, do më thonë, vetëm ata që janë në burg. E thash, po të lexojnë kush dojnë, marrë dojnë ata në burg, të lexojnë unë burg, o dolën kush tjenë, nuk është, po. Se zdohet poezia. Nuk lexohet poezia. Në fakt, na nuk jena këto para një publik, këto mundesh me lexu sepse bame vurin tonë këta, sidomos në televizore që janë kombëtare në Shqipëri, Top Channel dhe klanet tonë, bëmi pa ata tani ki me një skript për para e lexojnë poezinë, lexojnë pse, nuk është ky është shkruan vetë, se kishte për atë, domethënë, po për kulturën, domethënë për momentin nuk lexon kush libra, nuk lexojnë poezi, romane, kështu gjëra. Se janë i lexuar nuk e din për më. Jo, nuk ishte për atë, ishte me kuptimin që po aty do të më besuaj, ndoshta s'ka libër kur, nuk ka gjë. Ja, normalisht se kurse merr vesh se që ka shkruar. Ai që ka thënë, ai ka një forë arsye dhe një forë të drejtës, sepse ka numri i lexuesave në shqiptar. Po nuk duhet me lexu ato që lexojnë ose sot ti pse shkruan, nuk je mas shkruaj se mesazhi ti është mas shkruaj sepse s'lexon kush. Ajo është i gabimi. Po për sa i përket atë bë me kalunë për statistika. Jo, me kalunë për qytetet e Shqipërisë, të librarinat e ke parkinget bosh, i ke 2 hap sa ka kush më. Shkon te kafe Laçës, s'ke kumul. Po nëse më habet tjetër. Po ajo domethënë për çfarë? Për çfarë mos më shkruaj? Sidomos kur kam shkruar për vendin tem, për vendlinjen, i kam shkruar në atë momente që kam pas mallin maksimum, sa atë vjen frymëzimi, kur ke mall. Edhe
Këtë që pa e thamë sot, e kam shkru edhe këtë kohë një 10 vjetë më duke që e kam ba. Po. E kam ba paka shumë për Shkodën, se one... Së më është me thonë për Tiranën. Ja, për Shkodën e kam ba. Edhe e kam titullu plaku. Dhe me thamë një plak të fol me dafmi. Edhe fillan kështu. Me pak fjalë, një mërë fmi. Shkodra s'do në mira di. Një u borë me lule bora, e një fik sa ta mrin dora. Nade heret, mu përshnet, bashkë me e pi kafe në zet. Me arom lule mustakut, e një zdit me gjethje prakut. Kur vin festat, gratë bashku, pet baklave të hullu. Me pak ara e pak lang, të tonë bashkë kena bajram. Një herë tjetër, te u borri, një korban një gjel me ba. Me festu se vjen shenkolli, me që shok na vin pa pra. Shkodra s'ka fort pretendime, sepse Zoti ja ka fal. Erë e ngjyra të çdo stine, dete lum, fushë mal. Në kjo se në Shkodër të kile, ka do të shkosh aty rrajt ke. Bravo. Kja ishte. Bravo. Përshnesim tanë Shkodran, kudo që janë. Përshnesim Shkodran, Tiranë, Durrësok, Gjirokastrit, Përqar, shqiptarët prej Kosovës, prej shqiptarët prej Maqedonisë, shqiptarët prej Malësisë të madhe, të Malit Zi, Gjoana që kam harru. E ke kap tanë me tanë edhe Qamërin, se nuk e thuj Qamërin gjithmonë nuk e përmendim, po edhe përveç këtyre tokave, edhe tanë shqiptarët në të tana tokat në 5 kontinentet e botës, kudo që janë, ju përshëndesim të tanë, sepse pa ju nuk kishim me kenë këto, dhe s'kishim me pas të buzëqeshje tona, dhe pse kena marrë në depresionuma, se më nuk ka gjatë. Si e thashë një herë në fillim, dikur nuk ka njof kja depresionin në Shqipni, asi smunje, asi problem menor, smunje menore, po hacet të kalën. Kur ishe ri, kishe shoqe. Edhe desha me të shëtiqa në e te. I ditë për dhe që jo moshmenja asaj, tha du me të lanë. Unë nuk e di që qatë depresioni. Por unë mërzita asë shumë, sa që i thosha, o kamera për balkonit mëj, kamera po mësë ndenë. Aja, nuk e njifte si smunje, nuk e njifte, më thotë, bjerë marë, punë e madhe fort, bjerë marë. Unë i shkejti, o përnove, si depresionume. Për cilit katë? Nuk e di për cilit katë, po thëmë që... Në që pi privat, e për gjohë? Bjen fjalla kështu, se është një smunje pa njoftë. Kja ishte për lojnë, në fakt, se për shirë në Shqipni, edhe prejnë tonë... Kanë bëllë për imena, gjo? Për një të pëthama, ta kanë nëllë për shirë në Shqipni, edhe prejnë tonë nuk e kanë ditë, për shumë se kanë njoftë. Edhe prep kanë nëllë për mentalitetit, aja gjo? Absolutisht. Për mentalitetit, edhe se dhe atëherë, në thëmë depresioni sëtë, edhe atëherë ka pas, në falë Mark, depresion, ka pas depresion, por nuk kina ditë se si mja atu emnin. Nuk e ka njoftë, asë prejnë tonë për shamo, nuk e ka njoftë. Kompletin e plesum. Nuk e di, unë s'maj mend që ka pas psikolog të pakten, ka pas psikiatër dhe më thonë për ata. Po, kjo është diferenca dhe më thonë, sepse ato që kanë probleme kimikate, që kryohen smunje të ndryshme të trunit, nuk janë njësoj si depresioni. Por, na të pas idejnë që janë vetëm ato lloj smunjesh, nuk e kena besu depresionin. Edhe kjo vjen atë, dhe më thonë që edhe depresioni ka një lloj mungesën, por prap nuk janë pak ndryshe dhe nuk duhet merret për lojë, sepse është me të vërtetë një smunje e heshton. Me theksu manjol, jo se nuk e thamë në fillim, por na jena të fol për depresionin në mënyrë si përfaqësore, në mënyrën shoqërore, në mënyrë popullore, sepse nuk mund me hi me ba ekspertin për depresionin, sepse nuk e kena talin për me ba. Por mendoj që kur do që flet, ban mirë që flet, a na që flasim bëjmë shumë mirë, sepse në asë është dikush na njeh, edhe është në atë moment që mendon që është vetëm, është në një moment që ka kalu një fatkeqësi personale, familjare, pak rëndësi ka, ose një dështim. Nështë është një person që në njek, edhe është në depresion, i bëjmë thjerje që ka zgjidhje. E para punës është Zoti që në aman dorën, është Zoti që në nimon tënve. Lutja, për mendimin tem, është arma më mirë e çdo shërimit,
sepse pas Zotin s'kena kur gja. E dyta, mos mendoni se jeni vetëm. Keni njerëz që ju dojnë, keni bab, nan, vllazën, motër, burr, gru, shoqni. Pra nuk jeni kur vetëm, edhe pse mendoni se jeni vetëm. Njeriu duhet me gjetë kur është poshtë, me gjetë fuqinë, edhe me ju pushtet vllaut, motrës, nanës, babës, shokut, shoqit, burrit, grus, pra edhe hepo të më thonë, nëse është dikush atje që mendon që a vetëm, më ndihoni edhe ne, jena pjesë e juja, nuk jeni vetëm, gjeni zgjidhje, se kjo është një smundje që nuk është është një smundje që ka shërim, është një smundje që nuk jere mrapa, vetëm se ka me dëmtu. Nuk është marrë me kërkunim në mënyrë absolute, edhe ta dini që edhe ato që nuk thojnë gjë, ta në një farë mënyrët, në një lloj nivelit, ta në kanë provu pak një jetën e tyne. Ndoshta kisha thënë ato që se kanë kalu nuk e besojnë ose nuk ja dinë fuqinë se sa dhimbshme edhe se sa i pa fuqi jetë, s'ke fuqi as me fol me Kenin, por ju lutem në qoftë se njihni na Kenin ose jeni shkate një njeri, shprehu me një njeri, edhe ose nini një njeri që ka nevojë, normalisht ka ndihma, si tha edhe Marku, nga ma të ndryshme, si mjekësi, si në psikologji, dhe më thonë, në terapina të ndryshme, edhe nuk është marre, atë duhet me hek prej fjalorit, nuk është marre me thonë që jam i depresionum, nuk është marre me kërkunim, nuk është marre me thonë që unë du njim, a mund është thjesht me më një gju, asisën tjetër, edhe të e dzerë atë mlefin a që do që të ka kriju për mrena, ndoshta pak, edhe maselen me shku në momentin kur nuk e kuptan ma se sa problem i thella është. Nas jeni doktora, as thjesht unë personalisht flas për i vedit, edhe nuk mundë me thonë që është shumë e rëndësishme me kërkunim. Dhe puna është që tanë, pa për jashtim kena kalu situata njët, që na ndoshta nuk e kena kuptu se në çfarë gradet ndoshta kena pas mërzin, ose depresion, ose diçka, por besoj që çdo njeri në botë e ka kalu një lloj gjaje të njëjtë, kështu që besoj që tanë kishin pas nevojë për pakëndim. Plus, në ditë e sodi që jetojmë, besoj be botën se si është ba bota, me këtë stresin që kena, se na kena kujtu që prind tonë, si do mas kanë pas ma stres, se ka kenë njëta vështira atëherë, se ka kenë fukaralleko, ka njëtu komunizëm, s'kanë pas kushte, shumë gjona tjera, kur i kanë rrit fëmit. Por, mendoj që sot na jena të kalu shumë ma shumë, sepse në kohën e teknologjisë, ku gjithçka ka evolu, ka ndryshu shumë gjana, prep shpirti edhe truni i njerit, ashtu ba për herë. Me zhvillimin e teknologjisë kujtoj ajo është një ndër faktet kryesore, sepse ka i herë shumë fëmijë ose të rritun, se nuk ka rëndësi se morëm thjesht për fëmijët, por tu pasi që ban Gjoana ose që ban Barko, që ban Manjola, pse s'mundë me e ba vetë bahen depresionum. Ka i herë ndoshta në qoftë se she vetin që nuk je mirë nga gjendja shpirtënore, ma mirë fiki të tana rrjetet sociale, sepse vetëm të bajnë ma keq. Nuk është na kena thënë shumë herë që në rrjetet sociale njerëzit postojnë vetëm gjanat e bukura, nuk postojnë kërkush gjana që nuk janë të bukura. Ka herë janë edhe reale me kuptimin e mirë, thjesht nuk është jetë aty në reale. Ka edhe në rrjetet sociale njerëz që ndoshta postojnë për ditë, edhe ne na duken shumë të gëzuar, po ata ndoshta janë ata që janë të luftu këtë lloj depresionit, edhe ajo është vetmja mënyrë që ata me e bë vetin mundi mirë, se ndoshta nuk kanë kërkën tjetër afër që mi u shpreh, edhe aty mundohen pak edhe me rrejt se jam mirë, por nuk do me thonë që ai du të me kenë mesazhe që ndoshta na marrim se ke jo vetëm fëmijë ose rini, ke edhe njerëz të moshave të ndryshme që prej medjave sociale janë të kaluar për depresione sepse njihen zhgënjym me vedin, pse unë nuk mundem me arrit një jetë tillë, ose pse se ka herë njeriu mundohet, po ashtu edhe fati ka herë që nuk të ecë, dhe kur nuk të ecë fati, nuk do me thonë që ti nuk ke dështu, edhe janë këta rrjete sociale që të bajnë ty me kriju atë imazhin e dikujt tjetër që ka një jetë perfekte,
edhe kalojnë njerëzit, ata kanë që janë të kalu diçka në jetë, plus këto gjëra të tjera që shtohen, atëherë bëhet alla më keq. Mendoj që shtresa më depresionume këtyne 30 viteve të kalume kanë emigrantët. Pse? Sepse në vitet 90 ishte aja përplasja e madhe, ikja, eksodi i madh, dhe emigrantët kanë vujt shumë kudo që kanë shku. Po hime përmend se shumica djemve të ri kanë fjetë në ura, kanë fjetë në për shtëpia boshe, kanë fjetë në jashtë, kanë hek zitë e ollinit për me fitu 2 lek kanë përfundu në për burgje me majt vedin edhe me ndihmu familjen. Tjetën kohë dhe familja atje ishte e mërzitur dhe kaloshin në për depresione me afat shkurta ose me afat gjata, sepse e digin se fëmijët e tyre po vushin. A kanë shumë, domethënë na kanë komplet një popull një depresionum. Ne me 50 vjet depresionum në komunizëm, plus manena eksodi dhe ikjet e shqiptarëve masiv, bani që shqiptarët të rrishin në një periudhë gjatë në depresion. Pavarësisht se na e kena thënë malli e mërzia e edhe ato janë pjesë domethënë të depresionit. Se kur ke mall, nuk mundesh me shku shumë prej tyre s'kan mujt muk. I kanë thënë, i kanë dek prind ose njerëz të vetë s'kan mujt me shku me i fut në mall. Ku ka mërzina më të mëdha se këta. Sot në këtë periudhë, në këtë kohë që jetojmë, kudo që jena, është një thirrje që duhet të bëhet shoqënisë shqiptare, kudo që është, që t'ja vënë vëmendjen këtij fenomeni, kësaj smundje të depresionit, sepse është shumë e rrezikshme dhe jeton në shumicën e familjeve shqiptare, pavarësisht se gjithë secili mund të kërkon me hek vetit, po fatkeqësisht jeton në shumicën e familjeve shqiptare kudo që jetojnë. Dhe duhet t'i kushtojmë vëmendje sa më shumë. Është bi komplet dakord me atë, dhe ato mënyrat e vele tash po kthehem pak tek ajo leximi, ndoshta më mirë mas me pas social media, nëse të pëlqen, se jo gjithkush e gjen atë kënaqësinë tu lexu, nëse të pëlqen me lexu, ose nëse sportet janë një mënyrë domethënë tu ndajt aktiv, me mujt për shembull, jo me hec, jo me dal. Me zon kohën me diçka. Me zon kohën që mas me mendu, domethënë janë disa mënyra që mundesh me ndihmu vetin, dhe derisa të delsh se jo kanë kënë depresionet, jo prej abuzimeve, jo prej divorceve, jo prej dhunimeve, jo prej fëminisë që kanë pas të ndryshëm, janë disa arsye që mbledhen smundje të ndryshme, kalojnë hupje në familje. Domethënë janë shumë arsye që mundet me tar, se nuk është domethënë se hajt mos e s'ke ç'a bën edhe po bëhesh i depresionum. Janë disa arsye që të ashtu se nuk vjen mrena ditë, që akumulohet gjatë kohës, një ashtu vjen prej gjanave të ndryshme që kala njeriu. Edhe është edhe shpreha tjetër që kur i thonë një fije kashtet, ja thevi shpinën Camel. Davis, bravo, Mark. Një fije kashtet, i thënë shpinën Davis, jo se ajo ishte e rana, por se veç një aq kishte duru, edhe një fije mundet se thonë, po ti ke kalu gjana matrana, pse u depresionove tesh? Nuk është puna si pse tesh, por se ke mbledh një aq shumë sa nuk mundesh ma. Kështu që mos t'i gjykojmë këta njerëz, por t'i ndihmojmë këta njerëz, një fjalë mirë shkan shumë larg, një gotuj shkan shumë larg, kena thënë shumë herë, edhe një nigjem thjesht pa i basi, se vetëm thjesht me nigju, ajo shkon shumë larg. Unë i bëj thirrje tana grave që keni kujdes me burrat, pse pin burri gole raki, pse del burri me shetit e ka prej depresionit, pse ka burri një dashtën anash e ka prej depresionit, si edhe një mirë me burrat, gjëna. Në gjatë, ky ka marak më ngacmon se edin se o flas, edhe mandajna i thot këta fjallë. Ja, kisha në fajt e kesh për publikun, se dhimen burrat. Dhimen burrat, por mu dhimen gratë. Burrat kam qef që mas t'jen depresion. Ti kalojnë këta momentet e depresionit me qefit e tyne. Burrat ba mu sjell mirë me gra, s'kan nevoj me kënë depresion. Bravo. Kështu që burrat du të mu sjell mirë me gra, edhe kur sjellen mirë, janë të lumtën. Sa është edhe shprehja në Amerikë që thonë happy wife, happy life. Edhe ja, kur gruaja është e lumtën,
Familja e lumtun e di se i të Lojna se burra shqiptar janë të lumtun të tanë, sepse i kanë gratë e lumtuna. Sa me disë se janë normalisht. Gratë kanë të lumtuna se i kanë burrat e mirë. Jo, burrat janë të lumtun se kanë gratë e mira. Normalisht femnat shqiptare janë femnat më të mira në botë dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi aty. Mos e thuaj se mandej fillojnë komentet që ja nuk janë tana. I ka edhe kështu, ka edhe ashtu. Ka gjithë shfarit, por se unë se kam e përqindje, po unë që kisha thonë për pjesën më të madhe, 90% pakten e dhije me sigur. Ju që të kanë më fort për gratë, si jeni gra vetë, leni mu. Unë e kam thani herë që fena shqiptare janë fenat më të bukra në botë, janë fena bukra kam thani herë. Mira ke thënë ti. Janë fenat më të bukra në botë. Për mendimin tim, me çka kam pa, edhe kam pa shumë, sepse jetojnë në një shtet ku janë tanë në fenat e botës jetojnë do. Gjithashtu janë edhe shumë punëtore, janë edhe shpijake. Mark, më falë të vedar pres fjallën, nuk je hiç kështu, me thonë, kam edhe dy këtu në tavolinë që janë, nuk din me bë komplimente, ka pa fanë edhe dikush tjetër, unë nuk bëj komplimente, se dhe ma sy për sy, komplimente sy për sy, për mendimin tem nuk janë të mira, sepse shumica njerëzve komplimente sy me sy i bojnë falso, vetëm hajtë se po ja bajnë, hajtë se nështë pëjhin qef të i ba kompliment, unë komplimentet ku i baj kam qef mi ba me vend. Me vend, po edhe ma syveja, se s'ka vlerë, ma në e gja, një jo den mundi mirë, nuk ka gjatë kepe me bo diken mundi mirë, kur ja thu komplimentin e vërtet. Ashtë ma mirë me të levdu dikush kur si aty, se me të levdu nërësy. Po edhe njërë që kanë qef me mundi mirë. Shqiptari, burrat, se unë jam grup, po flasësh për burrat shqiptare kanë gazet me levdu grune vetë nërsy, se i rritet mendja. Tu jo mërë se bëhet qefi? E ke gabim? Ja, duhet. Unë jo e thirrje që burrat jetojnë në komplimente e mirë. Sepse nas po flasim për komplimente që bëjnë njerëzit me bëj kompliment veç. Sa me kalu kohë. Sa thonë që hajt, po ja sa me diçka. Unë po tham për gjona që ti ta kanë këtu. Ashtë ja shpreha shqiptare që thojnë grus mirë shifi burrin, ose burrit mirë shifi grun. Edhe kjo qëndron me të ndajtën, po në mendoj që nëse da me ditë se kush është një burr, për shembull të farë burrit është i burri, shifë si sillet gruaja me te. Në kjo se gruaja sillet mirë, respekton burrin, e ndëron në sy njerëzve, në sy gjithë kuj, dije se është tamam burr, apo burri mirë. Ja, nuk e besoj. Falë sekond. Ja, as vetë. Falë sekond, ta kryju një sekond. Po jam marrë se duhet mi do grave zot. Në kjo se një burr, kjo se një gru e ndëron burrin e vet, e respekton, si kura vetëm me shoshni në syt njerëzve krejt, ai burr është burr i mirë. Pse? Sepse nuk të njeh kush burrin se njeh gruaja vet. Ja, falë sekond. Ka i herë, ja. Kjo se një gru. Përveç i fundit, se si është është e vërtet. Kjo se një gru e ke shtrajton burrin e vet. A ke shtrajton. Edhe sillet me të hamartin syt njerëzve, për mendimin tem, aja njeh burrin më mirë se kush është. Ai sa burrin mirë. Absolutisht e njeh, por na njohim edhe raste që sillen shumë mirë në sy të tjerëve, edhe ja bajnë jetën mizerje mas syve. Edhe ashtu nuk bën. Unë pasam përgjithësi se ka raste të veçanta nuk flasim këtu. Është shumica në fakt. Për natyrës e ka pak atë që din me vu një fytyrë tjetër, ndoshta, por nuk na të fol vetëm për burrat e gratë, se komplimentet nuk ke nevojë me thënë veç mi thon burri grus ose gruaja burri. Se kjo është temë e bukur që mundon me hapin për çefit. Po, është edhe pak si një fjalë mirë, se gjithkush ka çef me ndi, kur ja thu me zemër, kur ja thu veç me ja thona diçka tjetër. Por, unë besoj që ndoshta kur ja thuj fjalë të mirë, duket dikush mirë. Kena shumë herë raste ndoshta e shef dikën ose dikush e shef dikën dhe nuk i thot, me thonë që dukesh mirë. Fjala mirë edhe pozitiviteti janë tjetër, edhe shumë gjë mirë me e ba gjanë, ke shumë drejt, por për shembull, kjo se shoh një njeri edhe nuk i ka dy llam të parë, s'ka me ta sa të bukur pas e llam. Ja, Mark, ose është një gjatë tollat s'kemi thënë, sa bukur ka çorrela. Nuk thom ashtu, nuk thome komplimentin grus. Ose një femër faltesh, se tesh, fal. Ja, kam rrollën vetë, folë botë. Ja.
no, se s'pa e di, po në ja, edhe një diçka për punë fena. O da më dëftu në i Barsolet. Ja, po e kisha fjallë me si folë në punë, ja, burë, gruja, femna. S'kelon me full, alo. Jetojmë një kohë që janë disa femna, për shamo, që vejnë falso qepik, falso flok, falso boost, falso gjoksin, falso atë, edhe thot, du me gjetë një mashkull taman. Si dhe me gjetë mashkull taman, kur ti vetë në kjetë taman. Kur një fjallë. Në ti parlem këtë muhabet, po? Ja, se kalen, nuk e kalen, është dhe lubin po lokti. Tesh, aja që thome, unë edhe Gjoana, ishte, mi ba kompliment grus tane, dashtën e stane, të fejume stane. Po normal ma që i bojnë tanë. Ja, ma shkujt shqiptare kanë pak si tabushi, nuk i bëhet kompliment grusi, i rritet menja. Absolutisht ja. Noshta, pa mi bëj një kompliment, ta bani kafe më të mirë, edhe i gjallë më të mirë. Kështu që s'gjen gjë, thuj marrë zati kompliment. Po dhe tjetrit më. Nëna që ka një shurë shumë anjot. Më zemra jeme. Nëna që ka një shurë shumë dikur, është e vërtet që mashkulli ka kënë shumë më i ngurt, shumë më fanatik. Po. Shumë më... Mark, po për opinionit, se mi paston ti grusa shto, kishtë thane, o qëfar buret a shkër që i rrin grusa shto. Po, unë mund ku ataku për shumë për Shën Valentinin, ku shkojmë këtu në këta dyqanet tonë në për markete, ku shësin lullet, ba me i pasa ralla burrave në shqiptare, të i bli lulle grave. Grave, do është në zdi gjohë në për atë punë. Grave. Nuk është se janë ba burrat. Mark, nuk janë se janë ba burrat romantik, asat. Po sot zguzojnë me shku pa lulle në shpi. Aja problemi, nuk asë dojnë shkrejt. Janë ba gratë vështira. Po janë ba gratë pak vështira, për atë punë jëtë vështira. I ka ardita grave që edhe ata tesh me fillu mu respektu ka herë, se gryet do të mu respektu për dit, jo vetëm për Shën Valentin, por janë ba edhe gratë pak ma kërkuse, por mendoj që ata lullet e gjanat nuk janë për me shprej dashnin me lule, se dashnia shprejet në mënyra tjera dhe nuk i nevoj me prit një dit në vit për Shën Valentinin me ja shprej dashnin dikuj që dënë, por vore se që kërkana ja feme. Që hapon këtë muhabet që kalovan depresion një dyjave. Ja, absolutisht, do në me supërkut tana femna që janë atje, beqaret, fejumet, martumet, dashurume, nana, tana femnat, sepse me dhon edhe thjesht po as një lloj arsyet, as ka ditëlindje, as ka Shën Valentin, as ka për vjetor, s'ka si sa. Marrë marzati lule një, s'ke nevojë me marr ton buqeten, merr një edhe çaja për çef, ose po të mbaçet dikujt, o vjellën na kom. Ose më mirë se lulen, thuja i fjalë të mirë për ditë. Sa ja lulja dhe vyshket, fjala mirë të ngullet në zemër. Kështu që ata lullet mos i vënë në përvazë, thoja i fjalë të mirë ton vitin, edhe garantoj që nuk lyp kush lule. Bravo. Lulet e lypin ka herë për me zëvendësu da gjana tjera që nuk janë të përmushën gjatë vitit, për i kujda, lypin lule, lypin dhurata, njerëzit që janë më pak të përmushën, gjejnë atë përmushjen gjanat materiale. Në qoftë se ti në shpirt ti i përmushën nuk pret për me ardh një dhuratën e ka qef gjithkosh edhe mreti, por nuk pret ti që një dhurat me ta shpreh dikush as dashnin, as mirënjohjen, se nuk ka gjithmonë vetëm dashnia femen mashkull, po as mirënjohjen, as janë këta dhurata tjera që s'kan çmim, edhe nuk blihen me lek që janë më të rëndësishme. Domethënë energjia pozitive, fjala mirë, dhuratat, dashnia, përqafimet, janë ata elementat që ndoshta edhe depresionin e ulin në një pikë më po tjetër. Në fakt, kam në gjuhë që një përqafim 6 sekonda prolon trupi hormonin e lumturisë. Tesh, që gjenë gjë, përqafoni këta gra, burre, dhe më thonë kushdo që tjetë 6 deri në 10 sekonda dhe të krijohet aja dëshira e mos me kenë depresionum. Përqafoni edhe Oda Podcast kështu në mënyrë virtuale, pak ma shumë për herë ma shumë, me të në bane like, të në bane share, komente se ju shumë na jepni përqafime virtuale me dashnin që na transmetoni gjithmonë, por dashnia po nuk e ujite, atëherë vdes. Si lulja, kështu jena edhe na edhe të fallon se shumë na shkruajnë a like ju nuk vazhdoni po me ujit këtë dashnin që keni për ne, atëherë edhe Oda Podcast nuk është e njëjtë. Jo, po, atë që disha me thonë është se jeni shumë, po kur tham shumë që jeni na shifni për çdo ditë, po prapë se keni
Na bani follow, një Po like ka, që dush, a që dhe dush qa? subscribe, një boten është, se nuk i zani Markut punë, se i kam bërtit Markut edhe i kam thonë që Mark, ka thonë, qa më Ja përgja, se më nejna ba mas me ba ashtu na mërzitet Marko, e na kalën depresion, më nejnë nuk i doni a gja që Marko më na kalun depresion, se nuk ashtë të na ba dikush komente ose shares, që që tonë për Markon e kena këtë punë. Marko është shumë i fort, i përballon të nga dhe stuhit edhe dalët të jetë, se kam shumë shtie me kalun depresion. Nuk Por pa, e di se jeni t'i balojna. Edhe ata njerëzit që kalojnë depresion kanë kalu dalgë gjana dhe a vetëm aja gjanë nuk i dihet. Kërkush nuk është i fort mjaftueshëm, sepse jeta thën më të fortin. Kështu që kërkush nuk është i fort mjaftueshëm me thonë që unë përballoj depresionin, unë përballoj këtë lart, sepse nuk i dihet, por tham inshallah Zoti dhe jeta nuk ka më na sprovu. Por për atë punë kërkush nuk është i fort mjaftueshëm. Kanë pa thonë që ka thy gurin e jo më njërin. Kështu që kjo ishte ky mesazhi jon edhe për sonte, dhe nëse gjithmonë me ton dashnin të ndjiju mesazhin e Markut, Joans, Mot Manjols, edhe Elvisi që s'flet që jashtë mas kamerave, ju dona shumë, edhe prap mas harroni me ke ndashnia jon gjithmonë këto të kja dhoma jon që kena tonë zemrat tuja. Edhe unë isha me dha një mesazh, ma ka dhe ishte me thonë diçka tjetër? Jo, nërsa më syrë. Jo, vazhda. Jo, me dirta me përshnet gjithë shikusit tonë, të në ta që në bajnë follow, ku të që në përbojt, juraj të në të mirat, e bojt, juraj ju, familjeve tuja, shnet, lumdoni, e gzime një. Unë ishte me thonë që, se nga që folme për depresionin, sa depresioni nuk vret veç trupin, depresioni vret shumë gjana tjera, edhe në qosi i Zoti më nimu diken sa do pak, mas me vdek për mrena, mundonju, banja gja, se ka shumë njerëz që vdesin për mrena, pa i varros ala bota. Që që një gjatë vogël mundena me e ba tanë, mundena me ba një nëshim shumë të vogël. Atëherë për Joda Podcast, miru pashim, ditë në mirë, Nadia mirë, që kudo që t'jeni, ju do në fart. Miru pashim dhe përqafime për tani.